teleshikues mirë mbrëma. Në Shqipëri, që dim të gjithë që nuk lihet gjë pa vjedhur, erdhi dita që të vidhet edhe SPAK-u. Institucioni që është krijuar rishtës për të rregulluar punën e këtij vendi, për krimin e organizuar dhe të bën krimi tjetër që janë shumë afër njëri tjetrit. Por ja që erdhi momenti dhe hakeruan dhe atë e vodhën si thua, të themi njerëzve me një gjuhë sa më thjesht dhe me të shtoj dhe mi unë do të përpiqem ta thjeshtëzojmë për të kuptuar se shumë zhurmë, po nuk do një kuptim shmëri të lartë për këtë zhurmë nuk është se ka. Ne do përpiqemi të themi në një, po stamë dhe pastaj edhe ne bashkohemi me të tjerë se s'kemi çfarë. Pra, bëhet fjalë për vjedhjen e të dhënave nga emailët e disa prokurorëve. 3 prokurorëve ju janë hapur emailët dhe janë vjedhur. Sot kjo është konfirmuar zyrtarisht edhe nga SPAK. Ja le ta ndjekim përpara se unë të prezantoj panelin. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mori informacion në datën 12 mars 2025 se ishte vënë shënjestër të një ndërhyrje të paligjshme të adresave të emaileve të prokurorëve të posaçëm. Falmasave të sigurisë nuk u arrit të ndërhyej në sistem të brendshëm të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, i cili mbetet i pacënuar. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione pa mundur të sigurojnë akses në dosjet hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotin Altin Dumani, por pa sukses. Falënjetim intensiv të drejtuar nga Prokuroria e posaçme me përfshirjen e BKH-s, si dhe sektorit të ekspertizës të kësaj prokurorie, u bë mundur që të zbulojë kjo ndërhyrje e paligjshme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve 2 shtetas, individin që ka realizuar ndërhyrjen në emaile dhe atë që ka shpërndar informacionin tek persona të tretë. Gjithashtu u bë i mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen si dhe skedaret fajl të shkarkuar. Prokurori i çështjes me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor ka urdhëruar personat të cilët kanë rënë në posedimin e këtyre informacioneve të mos i publikojnë ato. Ndërkohë janë marrë në pyetje edhe individ të tjerë që mund të kenë pasur lidhje me personat e arrestuar dhe kanë poseduar informacionet. Paralelisht me procedimin penal, Prokuroria e posaçme nisi hetimin e brendshëm administrativ, i cili konfirmoi se sistemi i përgjithshëm i IT-s nuk është cënuar. Njëkohësisht janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtëse të sistemit të përgjithshëm të IT-së së institucionit. Deri në këtë fazë të hetimit nuk ka asnjë të dhënë që personat arrestuar të kenë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK. SPAK siguron publikun dhe të gjitha palët e interesuara se janë marrë të gjitha masat për të mbrojtur dosjet, të dhënat e ndjeshme dhe për të ruajtur integritetin e infrastrukturës së institucionit. Hetimet lidhur me këtë çështje vijojnë në kuadër të dyshimeve për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal. Hetimet vazhdojnë dhe dyshimet ndoshta janë të një grupi strukturuar kriminal. Zonja Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në shënjestër në News 24 e tjerë. Shumë vure, po gjithsesi mirë mbrëma. Orë Xama, gazetare, drejtuese e Kronës në MCN TV. Mirë mbrëma. Të fundim dhe një e tjerë këtu se zëmërohet kjo. Xhevaj Xhabina, gazetar Kronës në MCN TV. Se gjithë. Dhe kolegu Andi Tela. Se ti aktualisht nuk jenë në një kështu të frontuar edhe po thuhet kolegu. Unë e përdor dhe Ronvelia për këtë të SPAK-ut, pse mos e përdorim ne për kolegët vërtet. Kolegu themi është në punë me ne. Tani zonja Lala, në mënyrë të, siç e themi ne shpesh, sintetike, njëherë më pyet pse e përdor të sintetike ti. Po në mënyrë të koncentruar, themi në mënyrë të thjeshtëzuar dhe të thjeshtëzuar njëkohësisht çfarë informacioni të ri keni arritur të mësoni për këtë çështje, përveç atyre që keni folur gjatë këtyre orëve, ç'është në gjë e re. Dhe në thelb çfarë është ngjarja? Ngjarjen e thanë vetë ata të SPAK-ut, por ata siç do të flasim pak më vonë vonë e relativizonin shumë këtë gjë tani, se edhe mund të mos ishte ajo përgjigjja gjatë drejtajit që relativizime, hapi emailët, çfarë ta hap aty? Ata nuk kanë kështu romane seksi. Emailët hapen që kanë dosjet kriminalët ta. Po. Atëherë, më 12 mars 2025, Prokuroria e posaçme, rrjeti sistemet e brendshme të prokurorisë posaçme janë vënë në shënjestër të një hakerimi nga persona fillimisht të pa identifikuar dhe janë synuar
të merren dosjet e prokurorëve të posaçëm përmes ndërhyrjes në kompjuterat e tyre. Nga hetimet e deritanishme rezulton që janë zbërthyer dhe hakerat kanë hyrë, pra personi i cili ka tentuar hakerimin ka hyrë në kompjuterat e 3 prokurorëve, konkretisht prokurores Engeleda Millonaj, e cila ka një numër të lartë dosjesh të zyrtarëve të lartë dhe të njerëzve të politikës, është ndërhyrë në kompjuterin e prokurores Elida Kaçkini dhe në kompjuterin e prokurorit Behar Dibra. Mendoj që këto 3 kompjutere nuk kanë qenë të mbrojtur në atë, nëse mund ta them, në ato lloj forme sa të mos hakeroshin apo mos depërtoheshin nga hakerat. Është synuar po atë ditë edhe ndërhyrja apo hakerimi i emaileve të drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotit Dumani, por nga akti i ekspertimit edhe nga të dhënat dhe nga hetimi ka rezultuar që emaili i zotit Dumani nuk është hakeruar. Nga këto 3 kompjuterat të cilët është arritur të ndërhyhet në to, janë marrë disa dosje të cilat më pas janë shpërndarë tek persona të 3. Dhe konkretisht, Arnold Rokaj, ish punonjës i IMT-s, mund t'i paraqitim, po i kemi, është zyrtar, sigurisht zyrtar jo, është Dumani ky. Nuk është Arnold Rokaj. Po? Është personi i cili sipas hetimeve të deritanishme ka arritur të bëjë edhe hakerimin përmes disa pajisjeve. Kam përshtypjen se nuk qarkullon fotoja e zotit Rokaj, vetëm me zambak. Të gjenden këto foto. Dhe ishin në media. Hajde. Nëse ka problem, hajde. Punonjësi i IMT-s, ish punonjësi IMT-ja aktualisht, ka ndërhyrë dhe ka marrë të dhënat përmes pajisjeve të cilat janë sekuestruar nga ana e prokurorisë së posaçme. Ndërkohë që është arrestuar edhe Zambak Gjoni, është arrestuar në Kamës në datën 12, pak orë pas sulmit, është arrestuar në banesën e tij dhe janë gjetur të gjitha shpërndarjet e materialeve që ai ka bërë, pra ky është zoti Gjoni, që ai ka bërë nga telefoni i tij në adresë të personave të 3. Dhe konkretisht nga telefoni i Zambak Gjonit janë dërguar në të paktën 4 persona të tjerë, pra 4 herë ka bërë shpërndarje, të paktën deri tani. 2 shpërndarje të dosjeve që më pas do shpjegoj se kujt i përkasin kanë shkuar në adresë të 2 gazetarëve, ndërkohë që ky kush është Klodisi? Ky është ish drejtori i paraburgimit të Vlorës, ka qenë punonjës në IKMT, është arrestuar në datën 12 dhe në datën 14 mars ka dalë për mas sigurie në gjykatën e posaçme. Drejtori i paraburgimit në Shkoka. Ish drejtori i paraburgimit në kohën kur drejtori i përgjithshëm 2019. Po, pak a shumë në atë kohë. Më pas u larguar në drejtim të IKMT-s dhe është larguar kur IKMT-n e drejtonte ministri aktual i brendshëm zoti Ervin Hoxha. Sepse më pas ai u bë ministri i brendshëm. Zambak Gjoni është arrestuar bashkë me Arnold Rokaj në ndryshime për ndërhyrjet pa autorizuar në sistemet kompjuterike dhe në ndryshimet për grup të strukturuar kriminal. Gjatë këtyre ditëve, prokurorët e posaçëm kanë arritur të pyesin edhe një sër personash të cilët kanë arritur t'i aksesojnë këto materiale. Bëhet fjalë për Dritan Palnikën, i cili është sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë, më herët ka qenë zyrtar i lartë në Ministrinë e Brendshme, dhe po ashtu këto materiale kanë shkuar edhe në adresë të ish drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, zoti Tagim Ismaili, por këto 2 të fundit nuk janë të dyshuar, të paktën deri në këto momente, përveç faktit që ato në celularët e tyre kanë marrë këto materiale. Ajo çfarë mbetet e paqartë ka të bëjë pikërisht me faktin që deri më tani SPAK nuk ka dhënë disa përgjigje, të cilat në këndvështrimin tim do duhet t'i japi. Pyetja thelbësore është si ka mundësi që sistemet e një prokurorie të posaçme antikorrupsion që heton njerëz krim të organizuar dhe zyrtar të lartë dhe njerëz politikës është me një sistem i cili mund të hakerohet dhe mund të sulmohet. Pra si ka mundësi, ku ka qaluar, dhe këtu pavarësisht se SPAK thotë që nuk ka bashkëpunëtor të brendshëm. Zëna Lala, unë e kisha pyetje, këtë ajo që nuk thuhet në deklaratën e gjatë të SPAK-ut, është se si ka arritur një person ose disa persona të hyjnë në emailët e prokurorëve. Vetëm nga gjithë që nuk shpjegohet është kjo. Kjo duhet shpjeguar. Por e si hyrën ta? A ka patur një pikë të dobët që shfrytzuar për emailët e tyre janë pjesë e sistemit, pra se janë emailë që janë në prapashtesën e institucionit, nuk janë emailë private. Patjetër. Ato janë të dhëna dhe vetë SPAK e pranon që materialet janë pjesë e dosjeve, por nuk janë dosje të plota hetimore. Dhe patjetër që kjo është shumë cila është hallka e sigurisë që në protokollet e SPAK unë mendoj që dyshoj, edhe pse këtë nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht, që ka të bëjë pikërisht me mos ndryshimin e pasuordeve në kompjuterat e këtyre prokurorëve. Pra që në momentin që janë riupdateuar pasi u bën nga prokuroria e krimeve të rënda në prokurorinë e posaçme, mendoj që kjo është një nga problematikat që do duhet ishte parë. Së dyti,
punojnë si IT-s në momentin që ka patur një sinjalizim që po ndërhyej ose më saktë kishte tentativa për t'u hapur emaili nga jashtë prokurorisë, patjetër që ai ka sinjalizuar, por do duhet të ishte fikur menjëherë sistemi dhe të ishte bërë shkëputja totale. Do të thënë, aty diçka nuk ka funksionuar si duhet dhe për këtë arsye mendoj që SPAK do duhet të jap shpjegim ose të ketë detajime ose një hetim të plotë sa i përket faktit që ka çaluar sistemi, që kjo është një pikpyetje shumë e madhe. E dyta, unë nuk e shikoj këtë si një histori as të Arnold Rokajt, as të Zambak Gjonit. Jo, do zbresim, një sekund. Nëse më lejon vetëm një fjali. Jo, sepse do zbresim dhe ti do t'i thuash. Po do ta themi fjalimin që se e kam përmendur të mos vemi me konfuz të kalojmë 3 herë në të njëjtën çështje. Po të lutem. Do ta them këtë fjali. Unë se e mbani mend, më herët në emisionin tuaj e kam thënë para disa ditësh nëse e kujtoni që në SPAK po zhvillohet një ngjarje e cila në këndvështrimin tim, ju ja kam thënë jo për nga personazhet, po për nga mënyra se si po veprohet, është një ngjarje tërësisht mafioze. Dhe këtu mendoj që duhet të rreth 17-18 ditë. Do të thënë, kjo është thelbi i kësaj gjëje. Kjo është një histori pasmije. Kemi një pyetje tjetër që unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Në deklaratën e SPAK shpjegohet çfarë nuk është vjedhur. Pra thuhet jo materiale hetimore, por jo se çfarë është vjedhur. Tani, në qoftë se ti thuhem jo zotëri, është vjedhur, thuhet çfarë është vjedhur. Jo, çfarë nuk është vjedhur. Çfarë nuk është vjedhur nuk është lajm. Jo, kam përshtypjen se këtu, nëse më lejon ta... Ky informacion i marr nga emailët, çfarë natyre ka zonjë? Di gjeti. Bëhet fjalë për dokumente... A është informacion sensitiv? Patjetër. A kompromenton hetimet? Patjetër. Sa na lejohet ne të themi, në qoftë se dim, në fakt, shiko. Ne na lejohet të themi po zbuluam, ne na lejohet të themi sepse ne nuk kemi për detyrë të ruajmë sekretin e hetimeve. Kur ato kanë rëndësi për publikun e gjerë, kanë rëndësi, kodi ynë i etikës është i tillë që na detyron ne me rëndësi, kur kanë rëndësi, ato publikohen menjëherë. Nuk ka pikë rëndësie. Dikush tjetër është interesuar për të ruajtur janë ata, jo ne. Po? Po, ideja është që materialet që janë shpërndar lidhen me hetimin ndaj një ish ministri qeverisë, deputet aktual në Kuvendin e Shqipërisë, lidhen me një biznesmen të njohur në Shqipëri dhe me një punonjëse po në kompaninë e këtij biznesmeni ku është bërë qyrja e celularit të saj. Biznesmeni vallë kush është? S'mund ta bëj publik për shkak se hetimi është duke vijuar. Tani, problemi është që në gjithë këtë çështje, ajo çfarë është, pavarësisht se materialet janë sensitive, bëhet fjalë jo për të gjithë dosjen hetimore, se një dosje mund të ketë 70 fashikuj. Pra, ideja është që janë marrë materiale hetimore, por jo e gjithë dosja. Këtë mendoj kanë patur qëllim për të thënë përmes deklaratës. Pra, brenda dosjes prej... Me që themi do të emrin, biznesmeni ka qenë implikuar në këtë? Është duke u hetuar. Jo implikuar, është duke u hetuar nga ana e prokurorisë posaçme. Biznesmeni në Shqipëri ka me qindra mira, ndoshta. Dhe ata tani nuk nisen që të vjedhin SPAK-un. Një njeri që vrapon për të vjedhur materialet e institucionit... Jo, materialet që kanë dalë, të thëmë, Ylli, mos e ngatro, materialet që janë shpërndar dhe që janë marrë nga ana emaileve të prokurorëve, njëri nga këto materiale flet për hetimin që po zhvillohet nga një biznesmeni shumë të njohur në Shqipëri. E qartë. Më kupton? Pra, qartë, e kuptova. Nuk është... Nuk është se ka vjedhur biznesmeni... Pra, për ta sqaruar. Nëse... Po ndoshta edhe ka dora i këtu në këtë histori se po që se është dosjeti, ati duhet për të parë se s'ka interes njëri tjetër më shumë se ai, po? Unë shoh që reagimi i SPAK-ut për këtë çështje është disi konfuz, po them. Jo vetëm konfuz, por edhe lën shumë gjëra pa sqaruar, pasi bëhet fjalë për gati 12 mars, sot jemi data 3 prill, i thon gati 3 javë dhe SPAK-u kanë përshtypjen duhet na kthente një përgjigje më të saktë çfarë ka ndodhur në institucionin që drejtohet nga Altin Dumani. SPAK-u një fjali që më ka bërë përshtypjen në reagimin e tij ishte që thotë që nuk ka pasur bashkëpunëtor nga brenda institucionit. Kjo gjë është e konfirmuar. Tani me deduksion ne shkojmë që dikush nga brenda institucionit i ka dhënë po them emailin edhe passwordin këtij personi i cili e ka pasur të lehtë të hyjë më pas në adresën e 2 ose 3 prokurorëve. Por edhe kjo më duket pak e vështirë që të ndodhi. Sepse duhet
që nëse kjo ka ndodhur, atëherë ky person ose këta persona kanë pasur mundësi që të qëndrojnë në emailët e këtyre prokurorëve për disa ditë. Dhe kam përshtypjen që Spaku në njoftimin e tij thotë që në datën 12 ka marrë informacion që ka pasur një ndërhyrje në sistemin e tij, po jo se nuk mund të ketë ndodhur më përpara ndërhyrja se data 12. Edhe tjetra që shoh problematik në këtë histori është që janë marrë vetëm këto dosje të cilat ne po flasim tani dhe sipas gjitha informacioneve që ne kemi janë 3 dosje, apo këta persona kanë pasur mundësi edhe që të kenë akses në dosje dhe të bëjnë ndërhyrje dhe të bëjnë ndryshime në dokumentat që po heton prokuroria. Këto janë gjëra të cilat prokuroria e posaçme nuk na i sqaron, përveç se shtohet më shumë misteri, tymnaja dhe mbeten shumë gjëra të pasqaruara. Kështu që a bëhet edhe një gjë tjetër, zoti Rakipi, është që prokuroria si rrallë herë në njoftimet e prokurorisë së posaçme, ne nuk kemi një akuzë për këta persona. Cila është akuza që po hetojnë këta persona? Ne nuk e kemi akuzën në njoftimin e prokurorisë së posaçme. Ne diskutojmë për shkak të informacionit që ne kemi, që është një grup i strukturuar, po në njoftimin zyrtar nuk kemi akuzë. Dhe kjo ngre edhe pikpyetje të tjera nëse Spaku ka qenë i sinqert në atë reagim që ka dhënë. Në fakt nuk ka detyrë që të jetë i sinqert, po të paktën duhet na kishte sqaruar disa gjëra më tepër, pasi bëhet fjalë për institucionin më të rëndësishëm, më të besuar edhe ndoshta më transparentin që ne kemi këto kohët e fundit. Por duke patur parasysh këtë njoftim dhe atë çfarë ka ndodhur këto 3 javë, kam përshtypjen që prokuroria e posaçme është në një gur prove sa i takon transparencës së saj me publikun. Pra, sa kohë ka patur akses në email dhe prokurorëve, personi ose personat keqberës, se këta mund të kenë patur shumë kohë që të rinë të lexojnë email dhe këtyre. Edhe pastaj, përderisa kanë shpërndarë pastaj, te gazetarët e këta, si ne që mund të themi tani, ti the Monola merre këtë librin se që është libri i bukur. Na lexoj dhe ti ose merret dhe ti dhe qysh. Si është kjo punë? Pikpyetjet në këtë histori janë sa materiale janë hakeruar. Të çfarë natyre janë këto materiale që duhet sqaruar? A kanë shkuar në duart e personave të tjerë pa autorizuar? Çfarë përmbajnë pajisjet të cilat janë sekuestruar, sepse është zbuluar një zyrë nga ku është bërë hakerimi dhe janë sekuestruar të gjitha pajisjet. A rezulton që nga këto pajisje... Kjo zyrë ku është? Kjo zyrë është një nga kullat, e vendosur një nga kullat në Tiranë. Nuk mund ta bëj publik vendin, Kullat janë një nga kullat? Por një nga kullat këtu në Tiranë, një nga kullat qendrore në Tiranë. Thuaj një kullat një që dhe... Po pra një nga tani në kullarin të gjithë. Dhe që është bërë edhe kontroll në këtë zyrë. Janë bërë kontroll në disa... Ajo ka dalë, është bërë publike, nuk është se për sekret. Dgjoj, zoti Tela, se cili nga... Po është bërë publike. Okej, unë... Ne nuk kemi roje të... Po. Godina, që një vetë si Godina ETC në Tiranë. Kjo këtu që rrotullohet? ETC në Tiranë. ETC është këtu te Dulakët. Po, kjo, nuk rrotullohet. Në një zyrë aty. Po aty është gjetur. Në një zyrë aty. Unë konfirmoj në një nga kullat në Tiranë, kaq mund të them për momentin. Dhe këto pajisje janë duke u ekspertuar nga ana e prokurorëve të posaçëm. Po sepse mendoj që kam përshtypjen se në këtë mënyrë mund të dëmtojmë një hetim, sepse nëse më lejon, nuk e shikoj këtë si një histori të dy zyrtarëve. Unë e shikoj si një histori mafioze, zoti Rakipi, që ka disa qëllime të përcaktuara, që nisen që nga shkatrimi dhe dëmtimi i reputacionit të prokurorisë posaçme, që nga lufta e klaneve brenda Partisë Socialiste, se të gjithë personat e përfshirë në këtë histori deri më tani rezultojnë të lidhur në mënyrë direkte me një eksponent shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste, janë emrime direkte të tij dhe janë njerëzit e tij të besuar. Tani prokuroria posaçme ka detyrë të na thotë nëse ky eksponent i lartë i Partisë Socialiste është ose jo i përfshirë në këtë skandal. Se ky është një skandal me prapavit pastër mafioze, pra është akti më i rëndë në këtë vështrimin tim, edhe më i rëndë se sa sistemi tim. Eksponenti kush është, Klodi? Po tani ta them dhe këtë dhe pastaj të shkoj unë në vendin e Zambak Gjoni dhe ta Nord Rokajt. Po tani nuk është një çështje dhe ju e dini që nuk më mungon kurajoja, por po them që emrimet dhe besoj publiku e ka shumë të qartë. Kjo nuk është histori as e Arnoldit, as e Zambakut, është një histori mafioze e mirë menduar. Po tani deri me përdor Zambak, pastaj është me i rënë Dajrës. Zambak. Çfarë do të thënë kjo pastaj? Se ju thoni që kjo vjen vetë Spaku, është një grup i strukturuar mafios, është një grup i strukturuar
është një grup, për mua, jo vetëm kriminal, por është një grup me prapavi dhe me qëllime të qarta mafioze. Është shumë e qartë kjo gjë, se sa do shkoj Spaku, të shkoj deri te kreu të grupi, këtë të na e thon prokurorët, unë prandaj ngrej pikë pyetje. E para, e dyta, këto materiale kur kanë përfunduar, ne nuk e di mende. A ka ndërhyrje në këto materiale që kanë dalë? A janë përdorur gjatë kësaj kohe për shantazh ndaj njerëzve të caktuar? Prandaj kjo çështje është kaq e rëndësishme. 041 jo, nga jashtë, më dërguan nga jashtë me emrin. TKTC, eksponenti PS-s është filani, po. Se duhet ta thotë Klodi, jo unë se ma thotë me 041. Zotëria që të shkruan mund të futen lidhje direkte, le ta thotë nëse ka garancie dhe nëse ka prova për këtë. Kush është më? Se gjithë këta janë trima kur janë në koltukun e tyre të shtëpisë. Në më shikoj pak aty. Nuk ka rëndësi më, shikoj. Zoti Rakipi, reakcion ndaj emrave konkret, do duhet të kemë... Mua ma dërgojnë të nga zishtë. Shiko qa popull jemi ne. Shiko. Mere tani gjitha një pjesë e materialit për shantash videt dhe ju dërgojnë 2 gazetarëve. Dije dhe Kramore ti ishe në një studio dhe flisni edhe ti aty, flisni edhe një tjetër, foli dhe një tjetër gjatë, pastaj foli dhe një, thoshin edhe një gazetar tjetër me integritet madhe mbajti nuk e apja i tënë, që ishte i Partisë Demokratike, ishte i opozitës. Do me thënë, përpjekja për të shantazhuar të gjitha është një silemsh i madh, që ndonjëherë duket sikur duhet të fshihen edhe ngjarjet në të cilat përjetojmë tani. Do me thënë, do është të hapet kjo? Nëse në këtë histori është thjesht çështje shantazhi, pastaj është relativizim komplet i historisë. Spaku ka reaguar sot sepse lajmi u bë publik. Sepse Spaku ndoshta nuk do reagonte sot, mund mos reagonte as pas një jave, sepse ngjarja ka ndodhur në datë 12, janë bërë 2 arrestimet dhe janë kryer disa veprime hetimore, po nuk ka ndryshuar asgjë në këtë fabull deri ditën e sotme. Njerëzit, publiku duhet të kuptojë diçka. Ka ndodhur një Spaku po e quan një sulm kibernetik. Por duhet kuptojmë një gjë, Spaku është një institucion, ta mendojmë, një godin e blinduar që ka vetëm një derë, dakor? Dhe kjo derë hapet vetëm nga brenda. Dakor? Çdo institucion tjetër shqiptar, ministrira, një agjenci, duhet i konsiderojmë si një godin të madhe me shumë dyer. Aksesi është i gjithanshëm. Pra, kushdo mund të hapi dyerën, mund dalësh nga një derë ty ishte një derë tjetër, ndërkohë që Spaku vetë ka akses të gjithë institucionet e mundshme, por askush nuk ka akses të Spaku. Dakor? Kështu që këta të 2 personat nuk besoj se mund të jenë mjeshtrat hakerimit. Të janë 2 punonjës të shtetit. Dakor? Dhe derisa punojnë te drejtoria e burgjeve dhe te IKMT-ja, nëse do të ishin haker do kishin bërë karrierë të jashtëzakonshme diku tjetër, nuk do punonin në shtet. Do të ishin. Kështu që më duket e pamundur që këta 2 personat kanë pasur fuqinë e tyre për të hyrë të aksesuar emailët e Spakut. Pavarësisht se në deklaratën e tyre thuhet janë aksesuar 3 emailë, pra të 3 prokurorëve, emailët janë pjesë e gjithë strukturës që ruhet e IT-së së Spakut. Nëse Spaku edhe në raportin e fundit që ka bërë publik për parlamentin, ka investuar miliona për të ruajtur, themi nga pikpamja kibernetike të gjithë rrjetin e tij, nëse aty investojnë partnerët huaj, Amerikë apo BE, që këto të dhëna sensitive të ruan mos dalin, ky lloj sulmi nga 2 individë të tillë, thash që punojnë në shtet, sado të aftë jenë në programim apo nuk mund të jenë ata aty. Është e pamundur që pa një bashkëpunim nga brenda, pra dera nuk është hapur nga jashtë. Dhe këtë duhet ndaj Spaku, ka qenë rrjedhje informacioni apo vjedhje informacioni. Kjo është gjëja që duhet ndarë. Dhe deklarata e sotme përpiqet të eliminonte faktin që ka një bashkëpunim të brendshëm, por duket e pamundur në këtë rast që pa një bashkëpunim të brendshëm ketë pasur akses dikush, një individ i tillë nga jashtë për të marrë informacionin brenda Spakut. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të zbuluar. Dhe fjalia e fundit atje që ne mendojmë dhe po hetojmë për një grup të strukturuar kriminal, kjo flet pastaj shumë. Se grupi strukturuar kriminal ka qëllimet sepse duhet ta bëjë këtë punë. Pra, ky është problemi. Ka personazhe dhe nuk janë 2 individ, dakor? Njëri që ka hyrë dhe tjetri që ka shpërndar materialet, për të menduar që këta të 2 janë, themi, pjesa kryesore e grupit strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal ka hierarkinë e tij, ka shkallën e tij dhe këtë duhet hetoj Spaku. Këtë duhet kuptojmë. Kush është grupi, kush janë personat që kanë tentuar të hapin derën e Spakut ose kanë hapur derën e Spakut dhe pastaj kanë marrë sa ç'kanë marrë, nuk e dim, sepse mund të ndodhë që mbas një jave, mbas një muaji, të bëhen publike informacione sensitive nga Spaku dhe gjithmonë justifikimi të jetë janë pjesë asaj vjedhjes së bërë
në 12 mars. Pra, po? Unë shoh disa probleme të kjo çështje dhe fillimisht çështja e parë lidhet me transparencën e institucioneve të drejtësisë, duke nisur që nga Policia e Shtetit, e Prokuroria e Posaçme dhe te Gjykata e Posaçme. Janë arrestuar 2 persona dhe merret vesh që këta 2 persona janë arrestuar 2 javë më pas, ndërkohë që standardi i njoftimeve që ka mbajtur Prokuroria e Posaçme është që brenda 24 orëve, maksimumi 48 orëve ka nxjerrë njoftimin për shtyp nëse ka mas sigurie arrest me burg për një shtetas të caktuar ose jo. Gjithashtu edhe nga ana e Policisë së Shtetit, gjithashtu edhe nga ana e Gjykatës së Posaçme, e cila me siguri do ketë marrë edhe vendimin për caktimin e masës sigurisë. Ka dhe një njoftim siç e përmendi Xhevi, që nuk ka as akuzë, as për çfarë vepre penale janë të dyshuar këta persona. Çdo gjë e zezë, çdo gjë gri, askush nuk merr vesh asgjë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo lidhet shumë me standardet e reputacionit dhe të besueshmërisë së Prokurorisë së Posaçme. Pastaj shoh dhe një tjetër problem. Nëse sistemet e Prokurorisë së Posaçme janë kaq të dobta, sa pasuardet nuk janë ndryshuar që në kohën kur ka qenë Prokuroria e Krimeve të Rëndra, pra vitit 2019, sa herë mund të ketë ndodhur që të jenë aksesuar kompjuterat dhe emailët e prokurorëve të posaçëm, dhe sa materiale kanë arritur që të sigurohen dhe të përdoren për të shantazhuar apo për një lojë matioze, meqense e përshkroi në mënyrë të tillë Klodi? Mua kështu më duket. Dhe s'më duken ata 2 zyrtarët, bie dakord me Telën që s'janë ata 2 zyrtarët Kreu. Kreu mendoj që është shumë lart. Dhe prandaj unë them që kjo çështje duhet hetuar deri në gjenesë. Jo çështja e Kreut. Këta të dy janë persona që kanë mundur të hyjnë brenda SPAK-ut. Pyetja që shtrohet është, nëse sistemet e SPAK-ut janë të aksesueshme, rastisi që në datën 12 mars ka rënë sistemi alert. Po nëse janë aksesuar dhe më përpara dhe nuk është sinjalizuar që persona të caktuar kanë ndërhyrë në këto sisteme, atëherë për çfarë reputacioni institucioni jemi duke folur? Pyetje që ngrita dhe unë që në fillim, që unë e nisa duke thënë që SPAK së pari duhet na sqarojë dhe problemi i fundit që shoh deri me kaq të dhëna sa ka për Prokurorinë e Posaçme është që SPAK ka marrë rolin e një institucioni i cili merr në dorë monopolin e të vërtetës, ku vendos se çfarë materiali do të publikohet dhe çfarë materiali nuk do të publikohet. Dhe kjo nisi që me rastin e zotit Elton Qyno. Nuk ka drejt këtë drejt. Nuk ka të drejt. Nëse informacionet mund të kenë dalë nga kompjuterat edhe përmes hakerimit apo rrjedhjes së informacionit të Prokurorisë së Posaçme dhe gazetari vlerëson që aty bëhet fjalë për interes të shërbimit publik, gazetari është i lirë që t'i thotë në kontekstin e interesit publik që të publikojë një lajm të caktuar. I lidhe fotografitë e fëmijëve fare të vegjël që nuk lejohet, se kanë interes. Tashmë, te kjo çështje unë shoh një intimidim të gazetarëve që kanë frikë të përmendin se cili është ai politikani i cili dyshohet që ka përdorur 2 zyrtarë të cilët janë në masën e arrestit në burg për të hakeruar sistemin, cilët janë materialet që janë vjedhur ndaj kujt biznesmene. Jo, unë nuk i kam. Po juve vetë thatë, Klodi, që ju kam dyshime, nuk kam prova, po kem prova, ju i keni të dhënat, dhe SPAK merë gazetarët, 3 gazetarët dhe i thot i s'ke për të fjerë. Sa materiale e timore të SPAK-ut kanë dalë pyete se kjo historia sa materiale të SPAK-ut, doli dosja e kolegut ton Artan Hoxha, materialet që janë të dyshueshme, e shpallën fajtor pa e gjykuar. Dhe emra dhe mjemra dhe socialistë. Dhe SPAK-u nuk bëri asnjë gjë, nuk ishte problem për sekretin e timor për SPAK-u. Kurse kjo çështja këtu ku implikohet SPAK-u, ose është ndonjë emër që intereson SPAK-ut, që mos të publikohet, atëherë jo se preket sekreti e timor. Jo, nuk ka monopolin e të vërtetë SPAK-u. Jo, më vjen shumë keq. Jo, unë po mbaj qëndrim, jo me juve, Klodi. Ajo të mbash qëndrim. Atëherë, ajo çfarë thash unë dhe mos e keq cito dhe më dëgjoj sërish dhe dëgjoj mirë është, unë kam dyshime, thash nisur nga fakti që 2 personat janë të emëruar nga një politikan i lartë i Partisë Socialiste. Kam dyshime që ai ka qenë interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë, por nuk kam provë për ta implikuar direkt.
Dyshimet tona vin zero dhe nuk kemi themi fare. Sa i përket materialeve, unë personalisht nuk jam futur në grupin e gazetarëve që i kam disponuar. Pra nuk kanë ardhur në celularin tim. Dhe nuk e di për mbajtjen e atyre materialeve. A janë thirrur gazetarë dhe i është kërkuar të mos publikojnë materiale? Po se cili gazetar të mbaj qëndrimin e vetë. Zoti Fundo ka dalë dhe ka thënë më kanë ardhur të mbaj qëndrimin e vetë. Unë nuk i disponoj ato materiale dhe nuk mund të flas për një material që nuk e disponoj. Ka që thjesht është. Nuk po flas fare për Zotin Fundo, po flas për ata që e kanë aksesuar materialin. Po flas ne se ka marrë asuna Gjahiri as ju. Institucionin e prokurorisë së posaçme në këtë rast. Përse duhet të thras gazetarët dhe t'i kërkojnë mos publikojnë materiale? Kush është Spaku që vendos se çfarë duhet të shkruajë gazetari apo jo? Ku ndryshon Spaku këtu nga Edi Rama që merr mediat në telefon, apo Erion Veliaj apo të tjerët që ne i akuzojmë gjithë që këtë bëj edhe këtë mos ta bëj? Kush është Spaku? Këtë çështje jam duke shtruar. Jo, nuk po të akuzoj ty, unë po merrem me Spaku. Ne po diskutojmë për të mirë të opinionit publik. Pra edhe kjo është ndërhyrje në punën e lirisë editoriale të mediave. Pit mbarojmë historia. Nëse kam fakte dhe prova. Spaku mbrojt, kush për të mbrojtur? Kur e kanë intimiduar mediat, Spakun e kemi mbrojtur. Po në këtë rast jo. Në këtë rast, ka lidhje fare me Spakun. Në këtë rast, në këtë rast është një lloj diktature e një institucioni represiv mbi median. Kështu e shoh. Duhet kesh prova. Unë nisur nga të dhëna që disponoj deri më tani, arri në konkluzionin që Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj nuk janë krerët e kësaj historie. Këtë po them. Materiale që kanë dalë në publik. Si vazhdojnë në Shqipëri romanet e verdhët, romanet e verdhët, materiale qëndrimi që ka Spaku se kanë parë në disa çështje. Kanë zgjedhur të mos flasë. Si vazhdojnë Ola romanet e verdhët, pastaj nëse mua do të nardhur ato materiale, ndoshta do të kisha mbajtur një qëndrim të ndryshëm, por unë nuk i disponoj materialet. Të nxirren materiale që ti nxjerr jeta dikujt. Po fal moj zonjë, unë po të them që nuk ka problem sekreti hetimor kur i intereson Spakut. Kur del Spaku kish ka problem sekreti hetimor. Po të them, unë nuk jam personi, pra as ju besoj. Pra po flasim, jo, po e sqaroj për opinionin publik. Nëse mua do më kishin ardhur në celularin tim ose Teles mund të kishin ardhur. Jo, nëse ti vjen në dorë një dosje autentike Spakut, ti çfarë bën? Do bëj gjitha verifikime dhe nëse më rezulton e vërtet dosje autentike se absolutisht do ta publikoja. Absolutisht që po. Do të thrasi Spaku, do të thotë të lutem mos e publiko. Në mënyrë kategorike, ju e dini që unë se kam pyetur as Spakun as kërkën. Atëherë për çfarë do të diskutojmë? Por po them gjë tjetër. Po them që në rastin konkret, unë personalisht nuk i kam disponuar ato materiale që çfarë përmbajtje kanë. Që unë s'mund të flas për një material që nuk e kam poseduar. Por ama, ju e dini shumë mirë, kemi punuar vite me radhë. Dhe ka pas shpesh institucione që kanë insistuar me çdo kusht mos publikohen. Ne kemi publikuar kur kemi arritur në konkluzion. Që është materiali vërtet dhe është material që ka interes publik. Kur ke rënë ndjenit këtij lajmi ti? Unë? Po. Kam rënë të paktën prej 3 javësh. Dhe ke publikuar? Po kush ata që nuk e kanë publikuar? Kur jam bindur e kam publikuar. Pra këtu im 14 mars. Po pra, në momentin që jam bindur, e kam publikuar. Në momentin që kam siguruar materiale të cilat kanë provuar që është një lajm i vërtet, po jo për mua, më jo, po flas për gazetarët. Tela po thot një gjë tjetër. Po përpiqet të thotë që kjo ka ndodhur, ka 3 javë që ka ndodhur dhe pas 3 javësh është vendosur të publikohet dhe diçka ka dhe në këtë histori. Që vendos të publikohet pas 3 javësh. Dikujt i duhet. Unë kam raportuar në mënyrë të pavarur. Te mesazhet e mia vinë deri tani 3 herë Damian Gjiknuri, 3 herë Fatmir Xhafaj, vinë emrat e tyre. Politikani shky, politikani shky. Vetë pastaj bëhet prallë me mbret. Romani Verdh. Këto emra kanë qarkulluar këto 3 javë. Këto janë pastaj, kupton, ne. Domethënë ky lajm ka qarkulluar për 3 javësh, u bë publik dje dhe reagoi Spaku sot. Por si histori ka 3 javë që qarkullon. Dakor? Bashkë me kreun e Kupolës, si vjen dhe emri kreut Kupolës. Dakor? Po prap ne këtu dajmë lamin nga thashë Themnaja. Ne duhet të kuptojmë këtë. Ne ka patur interes tani. Një jetë që mund të kemi mbajtur dhe 6 muaj një lajm derisa e kemi konfirmuar. Të lutem. Konfirmimi i lajmit është tjetër gjë se si histori. Pse ka patur interes? Është pyetja, është vështirë, mos ketë përgjigje fare, kupton. Që një pjesë e informacioneve të rrjedhin në media. Ka patur interes kjo. Pse mendoni që kanë dashur publikimin e këtyre informacione? Një arsye madhore duhet të ketë sepse dihet që dërgimi i materialeve te gazetarët mund të ekspozoj. Nëse ti i dërgon të 2 gazetarë, ka patur interes që këto material publikohen. Pra këta persona e kanë marrë përsipër riskun për një arsye të rëndësishme. Po ndaj po them që është skem mafioze. Dhe po them që ka interesa të njerëzve shumë të rëndësishëm. Se nuk merret njëri me njerëz pa rëndësishëm.
Dhe normalisht ka pasur interes që... Pra ka interes për njerëz të rëndësishëm. Absolutisht ka interes për njerëz të rëndësishëm. Unë nuk mendoj që dikush do shkonte të synonte të hakeronte Spakun për të goditur rojën e derës atje matan. Po sigurisht për të goditur interesa shumë madhore. Që mund t'jetë që nga reputacioni Spakut, mund t'jetë që nga eksponent caktuar të politikës. Patjetër që lidhet me reputacionin e Spakut, përsa ka që Spaku është investuar ka shumë. Ka të bëj me një çështje që është shumë e rëndësishme, ndaj po them. Se përjedhje informacione, dosjesh, tashin kaq mbaroj. Të gjithë e dim që gjysma e politikanëve shqiptar kanë akses në Spak. E shikoni në mënyrë caktuar, sepse ne mund ta serviren për ditë lajme, prandaj gazetari është për ta filtruar lajmin, për ta parë është i vërtetë, s'është i vërtetë, sa qëndron, sa nuk qëndron. Sigurisht që unë kam shumë dyshime për shumë aspekte të kësaj historie, dhe që prandaj arrin konkluzionin që është shumë mafioze. Kaq e thjeshtë është. Pastaj, a kam dëgjuar, unë thashë e them naj, sa të duash është ky kreu, është ai kreu. Kam dëgjuar, kur të kem prova për X-in apo Y-in, do t'i bëj publike. Kur unë them që Dritan Palnika ka marrë këto materiale, e them sepse kam garanci që është pyetur për këtë çështje dhe është qyrur telefoni, cili është roli i tij, ma sqaroj Spaku. Por ama e kam filmuar kur ai ka hyrë në prokurori. Dhe këtë mbaj përgjegjësi ligjore kur i artikulon. Pyetja me thjesht është çfarë ka bërë Spak për të adresuar këtë problem. E kupton se ky është thelbi i problemit. Asgjë. Asgjë. Për Asgjë, në kuptimin e thashë edhe në fillim. Spaku, domethënë, duhet konsiderohet si institucioni më i sigurt, sepse përveç se ka mundësitë e tij për t'i ruajtur, ka investuar për të ruajtur të dhënat e tij, ka investim edhe nga institucionet huaja, nga Amerika, nga BE, për të ruajtur këtë informacion. Është e pamundur pra, që ti të hysh te Spaku, duhet të jesh gjenit, themi, sepse nuk ndërvepron Spaku me institucionet tjera. Vet ai ka akses te drejtoria e doganave, te tatimet, por Spaku vet, askush tjetër brenda Spakut nuk mund të hyjë. Dakor, dhe kjo hyrje, patjetër që ka bashkëpunim nga brenda. Është e pamundur, gjenit jesh, të hysh të dëgjesh e-mailet dhe të kesh akses, se në momenti që ke akses të e-maili, ke akses të gjithë sistemi. Nuk ka spion nga brenda, të paktën, ose kjo është çfarë di. Po edhe atë të thoshte Spaku, kemi një spion nga brenda, se duhet thoshte spionin pastaj. Tani i gjatë, ta thoshte ose po dhe tregimi i gjatë, çfarë nuk është vjedhur? Nuk ka kuptim fare. Çfarë nuk është vjedhur? Tani, përveç kompromitimit, fyshte e-mailit të hyrë në sistem. Përveç kompromitimit të mundshëm të hetimeve, lajmin e personave që po hetohen apo verifikohen, është dhe elementi i dhënave personale të qytetarëve. Spak ka akses për shkak të hetimeve në dhëna private mjaft sensitive, që janë të mbrojtura me ligj. Por që duket se në këto raste janë të ekspozuara. Si e mendoni? Skandali hakerimeve është skandal që mua më ka shqetësuar gjithmonë, që kur ndodhi në sistemin tim që ishte skandal dhe që nuk u hetua, që kur ndodhi te sistemet e tjera qeveritare, e tjera me radhë. Në këtë histori, nuk është se kishim një hakerim të madh, po ja vëmë fajin iranianëve, dakor? Pra na hyn iranianët dhe hakeruan gjithë sistemin shqiptar. Unë doja të kujtoja këtu, problemi është domethënë se si do vijoj Spaku me hetimin e kësaj ngjarje. Unë do të kujtoj këtu atë që ka ndodhur në 2013, pra diku 15-17 nëntor 2013-s, u sulmua serveri tatimeve, u fshin të dhënat në drejtorinë e tatimeve. Dhe mbani mend atëherë Spartak Brown me atë këshilltarin e Ramës, hyn brenda atje, hyn deri në kat 3, hyn ku ishte serveri, punuan deri në 6 mëngjesit, punuan të nesërmen, dakor? Dhe nga ajo histori nuk u mor vesh më asgjë, fare. Çështja shkoi në prokurori për të hetuar, dhe prokuroria reagoi tha nuk kemi mjetet e mundshme që të bëjmë të mundur hetimin e kësaj çështje dhe të nxjerrim se çfarë ka ndodhur. Mundet që edhe këtë rast të kaloj kohë dhe Spaku të thotë hetuam në këtë histori, po ngelëm të këta 2 personat që arrestuam. Ky është problemi. Pra, atëre, çpritet pas kësaj, nuk ketë më pastaj që do dalin disa të sheteme, do vazhdojnë 6 javë dhe pastaj do dalin një lajme. Po do vazhdojnë ju dhe se jemi parë zgjedhjeve, patjetër do ketë... Klodi, si do vijohet? Di gjeti? Si vijon kjo punë? Unë pres që Spak të zbërthej gjithë grupin kriminal, të shkoj deri te kreu të arrestoj, sigurisht media ka punën e vetë, nëse mendon që materiale që ka arritur siguroj përbën interes të lartë publik, media mund t'i bëj publike, nëse mua do m'vinë dorë ato materiale dhe do t'i konfirmoj si të vërteta dhe kanë interes publik, po ashtu do t'i bëj publike, sigurisht që më shqetëson kjo çështje, sepse në këto materiale edhe mund të ndërhyjet, edhe mund të manipulohen, mund të ketë vepra të tjera penale, mund të shantazhohen njerëz, mund të ketë kulisa e tjera me radhë, por mendoj që nuk është nga ato histori që duhet harrohet as për 3 javë, as për 6 javë, përkundrazi duhet jetë një këmban alarmi
që ka synime për të hakeruar institucionin më të rëndësishëm sa i përket ndjekjes penale. Patjetër që kjo histori ka shumë të paqarta, shumë pikpyetje, që nga sistemet e dopta, që nga dosjet që janë marra, ka patur hakerim të mëparshëm, kush janë këto personazhe, cili është qëllimi i tyre, a janë keq përdorur në raste të tjera, a mund të minojnë besueshmërinë e SPAK-ut apo të vënë në pikpyetje hetime të tjera të rëndësishme. Kështu që kjo është një histori që në këndvështrimin tim nuk mund të lihet në harrez, por duhet të shkohet deri në fund dhe të ketë në fund fare një hetim shterrues për këtë çështje. Do të optimiste se kërkon direkt që të shkojnë tek drejtuesi i grupit kriminal, po SPAK-u jo optimiste, unë thash kam detyrimin minimumi që duhet bëj SPAK-u në këtë situatë është gjej antarin e tretë grupit kriminal, sepse me 2 persona nuk i qëndron grupi strukturum. Që duhet bëj treti që të shkojë tek janë 2 jo 3. Pra, o tritë ka të dy që thonë bën për qef këtë punë. Proces tani, kalojmë në një moment tjetër të rëndësishëm. Gjykata GKKO ka urdhëruar SPAK-un të regjistrojë kallëzim penal dhe të nisë hetim për Olta Xhaxhka dhe bashkëshortin e saj Artan Gaçi. Për çfarë zonja Xhama dhe zonja Lala do të jetohen? Pse ka ndryshuar gjykata dhe pse pikërisht tani? Kaluar një kohë goxha gjatë dhe duket sikur kjo, bile dhe Belerin e pyetën, Belerin që ka bërë këtë kallëzim, që dita unë ka shumë kohë që kam bërë këtë punë edhe ai. Pse pas kaq kohësh? Atëherë, me çfarë ka ndodhur? Në shtator të vitit 2023, në mos gaboj me muajin, Fredi Beleri ka depozituar një kallëzim në prokurorinë e posaçme ndaj ish kryetarit të Bashkisë së Imarës, zotit Jorgo Goro, disa punojësve të Bashkisë së Imarës dhe punojësve të kadastrës së Vlorës, por gjithashtu edhe ndaj ministres mbrojtjes dhe ministres së jashtme më parë, ish ministres së mbrojtjes dhe të jashtme Olta Xhaxhka dhe bashkëshortit të saj, zotit Artan Gaçi, të cilët janë kallëzuar për veprën penale shpërdorimi detyrës, falsifikimi i dokumentave dhe pastrimi produkteve të veprës penale, ka të bëjë me falsifikimin e dokumentave për marrjen e një parcele 5500 metra tokë, e cila është marrë përmes një akti të marrjes së tokës në pronësi të falsifikuar, sipas pretendimeve që ka patur fillimisht zoti Fredi Beleri, dhe zhvendosjes së një tjetër parcele 5000 metra tokë tjetër në zonën Perivolo në Gjilek të Himarës, tokë e cila më pas që është përfituar nga disa përmes letrave të falsifikuara, pasi është marrë nga disa fshatar, pra banor të zonës së Himarës, i është shitur për të ndërtuar hotelin, i cili ka marrë dhe statusin investitor strategjik, zotit Artan Gaçi, i cili është edhe bashkëshorti i deputetes dhe ish ministres së mbrojtjes dhe ministres së jashtme zonjës Olta Xhaxhka. Prokurori çështjes ka qenë zoti Olc Dado, i cili ka hetuar këtë çështje dhe ka dërguar për gjykim dhe arrestuar gjithashtu zotin Jorgo Goro dhe disa punonjës të Bashkisë së Imarës dhe të kadastrës së Vlorës, por në pretendimet që ka patur zoti Fredi Beleri është që zoti Olc Dado nuk është shprehur nëse ka nisur fillimin e procedimit penal për zonjën Olta Xhaxhka dhe zotin Artan Gaçi. Dhe i ka dërguar një kërkesë në prokurorisë së posaçme zoti Fredi Beleri në dhjetor të vitit 2024, ku ka marrë në dieni që SPAK nuk ka nisur hetimin për zonjën Olta Xhaxhka dhe zotin Artan Gaçi dhe me këtë shkresë më pas ai ka bërë një ankim në gjykatën e posaçme. Gjykata e posaçme ka vlerësuar që zoti Olc Dado duhet të kishte hetuar veprat penale dhe veprimet hetimore konkrete të pretenduara nga zoti Fredi Beleri dhe pasi të konstatonte që këto akte nuk janë filluar, duhet të vendoste mos fillimin e procedimit penal, vendimi i cili më pas shkon për miratim në gjykatë paraprake kur depozitohet dosja, po kur ka shkuar dosja në gjykatë paraprake, nuk është përmendur fare nëse ka patur mos fillim dhe e gjithë procedura që është ndjekur për hetimin e zotit Artan Gaçi dhe zonjës Olta Xhaxhka. Në këtë moment, gjykata e posaçme ka marrë vendimin që SPAK duhet nisë hetimet për shpërdorimin e detyrës, falsifikimin, veprën penale të falsifikimit dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Ajo që i ka prishur
më shumë punë zonjës Olta Gjashka, është pikërisht intervista e cila... Vendimin e kishim ne që mund të paraqitim të gjykatës, ja kalon Spakut. Është një intervistë që ka dhënë disa muaj më parë në media, ku ajo ka dalë, ka pranuar që kompania e cila ka marrë statusin investitor strategjik, ka qenë në pronësi të familjarëve të saj, të cilët janë përdorur fiktivisht për të fshehur emrin e bashkëshortit të saj, dhe qëllimi ka qenë shmangja e konfliktit të interesit për marrjen e statusit të investitorit strategjik, i cili i ka dhënë të drejtën për shfrytëzimin e vijës së plazhit për 30 vjet në zonën e Drimadesit ose në Dërmi, në fshatin Dërmi. Dhe gjykata e posaçme është shprehur konkretisht që, duke e cituar zonjën Olta Gjashka, që të mos vi askush nga mali dhe të na berë çadrën këtu. Pra, të kishte këtë lloj përfitimi hoteli saj. Po, atëre, Lala, kjo moment... Unë mendoj që historia... Jo, ka një, do të nënvizoj dhe një moment, një pjesë e medjas, që është më shumë të media afër qeverisë, e konsideron këtë si një hakmarrje, me që është pak e vjetruar si temë, e lobiljeve greke, nga që ka shfilluar dhe nga Beleri, edhe vion më pas edhe me prokurorë tonë ato që në Spak që janë afër Greqisë e gjëra tjera. Unë nuk dua ta analizoj kështu se nuk jam në gjendje një gjë të tillë, ama ditë them një gjë që gjykata nuk ka thënë të merret e pandehur Olta Gjashka dhe bashorti i saj Artan Gaçi, ish deputet socialist. Ka thënë të fillojë, pra e detyron Spak të regjistrojë procedim penal për veprat penale të pastrimit të parave dhe falsifikimit të dokumentave për zotin Artan Gaçi dhe dyshimet për shpërdorim detyre për ish-ministrin e jashtme dhe ish-ministrin e mbrojtjes zonjën Olta Gjashka. Unë mendoj që ajo çështje është e pahetuar për disa aspekte. Së pari, nuk është sqaruar nga ana e prokurorisë posaçme fakti që Artan Gaçi ka lidhur kontratë paraprake me pjesëtarin e familjes Mëhilli një vit përpara se sa prona të regjistrohej në hipotekë. Dhe nuk na sqaron nëse gjatë kësaj kohe ka patur ose jo rol Artan Gaçi në marrjen e pronës dhe regjistrimin në hipotekë, pra nuk po e them kadastër, po e them hipotekë, që është pikpyetja e parë që këtë nuk e kemi sqaruar. E dyta, nuk na është sqaruar se si është regjistruar kompania. Ka bërë bashkia e Imarës, kështu që është sqaruar kjo pjesë, kam përshtypjen. Jo, po them roli i Artan Gaçit, pra nëse ai ka patur rol për përshpejtimin e procedurave, regjistrimin, ndikimin e tjera me radhë, pra këtë po them, e para. E dyta, nuk na ka sqaruar marrëdhënien e zotit Artan Gaçi me ish-kryetarin e bashkisë së Imarës, zotin Jorgo Goro, i cili nuk besoj se ka vepruar kështu rastësisht. Unë mendoj që aty ka pas një interes që kjo pronë kaloj si përfitues fundor ose si pronar Artan Gaçi, kompania e tij. Tjetra, ajo çfarë nuk është sqaruar është, çfarë del nga rezultatet e celularit të Artan Gaçi, çfarë del nga marrja në pyetje e personave të përfshirë, çfarë del nga rezultatet e telefonit, pa kthyrja e telefonit të Jorgo Goros apo personave të tjerë të arrestuar. Pika e dytë që nuk është sqaruar në këndvështrimin tim është çmimi. Pra është një tokë e cila është marrë me 21 euro metri katror, ndërkohë që çmimi i referencës në atë zonë fillon nga 150 euro. I referencës, i tregut. I referencës është 43 euro, madje është marrë më pak se referencës. 50% e çmimit referencës, pra është 21 euro metri katror. Dhe nuk është sqaruar në rastin konkret çfarë ka ndodhur. Për çfarë e ka shitur ky person pronën kaq lirë në një zonë kaq lakmuar të Bregdetit? Po prapë është një pikpyetje. Tjetra, zonja Gjashka, ai ka deklaruar këtë konfliktin e interesit. Pra ajo pronarja që është ose ortakja e kompanisë që është shtetase amerikane dhe që është kunata e zonjës Gjashka. Si ka hyrë në këtë histori? A ka patur ajo dieni? Përse ajo e solli këtu dhe nuk e deklaroi këtë konflikt interesi? Pra janë gjitha këto pikpyetje që më bëjnë të dyshoj që kjo çështje nuk është hetuar në gjenezë. Megjithatë, edhe pse gjykata e ka urdhëruar Spakun të rifillojë hetimet për veprat penale, pa saktësuar konkretisht dhe pa shkuar tek pjesa e pandehur siç e interpretojnë, Spak ka dalë kundër këtij vendimi dhe ka paraqitur ankim dhe thotë që ky qëndrim i gjykatës posaçme të shkallës parë nuk qëndron dhe duhet ta arrëzojë apeli sepse pretendon prokuroria që ka kryer veprimet e nevojshme dhe nuk rezulton që Olta Gjashka dhe bashorti i saj të jenë të implikuar. Tani çojmë apelin çfarë do thotë në raport me këtë. Ky është rasti konkret kur ne gjithë e dim çfarë ndodh me pronat në Bregdetin e Jugut, por jo vetëm atje, pasi është rasti konkret ku ti nëse nuk ke një ish-zyrtar apo një të fortë nga pas, ti nuk mund ta regjistrosh pronën tënde atje. Kështu ka ndodhur edhe në rastin e Stavri Mihillit dhe familjes Mihilli në këtë zonë.
ka regjistruar tokën në emër të tyre, duke patur mbështetje në ish kryetarit të bashkisë së Imarës, dhe më pas kësaj 10 ditë më vonë, ata ja kanë shitur këtë pronë Artan Gaçit për vlerën e 126 milion lekëve të vjetra, ku janë rreth... Vendimi i gjykatës për të rikthyer urdhron Spakun për metra katror tokë. Dhe kjo është filozofia dhe thelbi asaj çfarë ndodh me pronat në Bregdetin e Jugut. Nëse nuk ke një të fortë pas, një zyrtar, një ish zyrtar, ti e ketë pamundur që ta marrësh pronën tënde. Qartë. Të 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 fjallë? Patjetër. Atëherë, mënyra prokuroria ka hetuar një çështje, e ka çuar për gjykim dhe për 2 nga të kallëzuarit, nga zoti Beleri, nuk ka nisur hetim. Dhe mënyra se si ka parashtyruar prokuroria krijon iden, pra në mungesë të provave, krijon iden sikur Olta Xhaçka dhe Artan Gaçi, nga Maja Velipojos deri në fund Sarandës ishin në kërkim të një trualli dhe gjetën pikërisht këtë truallin që Jorgo Goro bashkë me pronarin e kanë falsifikuar. Pra i ka rënë fati keq. Kështu duket nga mënyra se si janë mbyllur hetimet. Ndërkohë që nuk ka ndodhur kështu. Pra të gjithë e din dhe e kuptojnë fare mirë që Artan Gaçi ka dashur të ndërtojë një hotel në zonën më të preferuar të Shqipërisë, siç kanë bërë shumë biznesmen të tjerë, dhe ka kërkuar një truall i cili mund të ishte edhe truall shtetëror, mund truall i lirë, truall lehtësisht i mundshëm. Dhe në bashkëpunim me Jorgo Goron dhe atë Stavri Mohillin, kanë bërë të gjithë letrat e mundshme bashkë me hipotekën e Vlorës, që këtë tokë ta merrnin këta në pronësi. E ka porositur përpara, ka pritur të bëjnë letrat, ka dhënë paradhënie, ka marrë tokën, ka bërë planin për ndërtuar hotelin, ka marrë lejën e ndërtimit hotelit, i ka kërkuar qeverisë si të jepte edhe Bregdetin, dakor, dhe investimi do ishte miliona dollar dhe përfitimi do ishte shumë miliona dollar, dakor? Pra kemi 4 veta që nisën për të grabitur para në një vend. Din ku janë parat, kanë shoferin, kanë treguesin e rrugës, janë dhe këta 2 mbrapa. Dakor, Spaku arreston shoferin, që është Jorgo Goro, bashkë me këtë tjetrin treguesin e vendit ku janë parat, dhe 2 përfituesit me ta nuk merret, e mbyll çështjen. Dakor? Kjo është ajo që ka ndodhur. Pastaj, vendimi i gjykatës për ta rikthyer për hetim, po ta lexosh të gjithin, është më tepër të duket si një leksion juridik, domethënë shumë gjëra dhe aty nuk kuptohen sepse nuk ka fakte konkrete. Pra nuk jep detyra konkrete se për çfarë duhet hetohet Olta Xhaçka dhe Artan Gaçi. Nuk ka element të fabulës që t'i drejtoj prokurorin se për çfarë duhet ta hetojë dhe ndoshta këtu prokurori mund ta atakojë. Por të gjithë e din fare mirë se çfarë ka ndodhur realisht. Sa është mundësia e Spakut për të gjetur prova, edhe kjo është një provë e Spakut, pra për të kuptuar se sa janë në gjendje për të hetuar 2 personazhe të atij niveli. Qartë. Tani, procesi edhe ky, por Spaku tani do të vijojë të hetoj. Mund të ndodhë se kjo paralelizmi kësaj çështje bëhet me 21 janarin. Gjyqtarja brenda në arsyetimi thoshte, pavarësisht se gjykata e shkallës së parë e GKO-ja dhe gjykata e apelit po e GKO-s e rrëzuan 21 janarin, pra nuk do donin që ajo të hetohej mbyllej, e çuan gjykatë lartë dhe gjykata e lartë i urdhroi për të hetuar 21 janarin. Kështu që paralelizmi është me 21 janarin. Te kjo çështje, te kallëzimi që ka bërë Fredi Beleri, thuhet edhe një fakt që janë disa të tjerë përfitues të një toke të falsifikuar që e kanë blerë përmes të tretëve që e kanë falsifikuar tokën dhe ata gjenden në burg. Ndërkohë që kur ndodh për rastin e 2 njerëzve që janë në pushtet, siç është zonja Olta Xhaçka me Artan Gaçin, kjo nuk ndodh, po Spak heton vetëm njerëzit e vegjël dhe burgos njerëzit e vegjël. Ky ishte një nga pretendimet dhe krahasimet me Megjithatë, unë mendoj që gjykata e posaçme në rastin konkret duhet bënte një arsyetim më solid dhe të linte detyra konkrete. Po të shikosh vetëm në faqen 41 në mos gabohem, ka një fabul diku te rreth 4 pasazhe, pra një gjysmë faqeje, ku thotë që ne dyshojmë se, ndërkohë që gjykata mund të linte detyra konkrete, këqyrje celularësh, marrje praktikash nga kadastra, po sepse nuk i kanë tjetër, po nuk kanë nisërish detyrë. Pra, do thot, Gjevahir, ne kuptojmë shumë... Gjykata i thot, gjën me elementare, aksesoj intervistën publike që ka dhënë zonja Xhaçka, e cila pranon veprën penale ose të falsifikimit ose të mashtrimit që... Fredi Beleri, të thelluar që sa të me para kompani fiktive, me qëllim shmangjen e konfliktit të interesit dhe
Mosolit, nga vinë këto para. Mos flasim të dyja në të njëjtën Atëherë, unë kam dëgjuar intervistën e zonës Gjaçka, intervista është një turp i madh, sidomos me atë bullizimin që ajo bëri në adres të veriorëve tjera me radhë. Ajo çfarë, do me thonë, ajo që ka të bëjë për ma konfliktin interesit. Unë mendoj që çështja konfliktit interesit është shumë e vogël në raport me milionat e parave që janë hedhur dhe nuk u dihet origjina. Dhe unë mendoj që Spaku, nëse do të ndjek milionat e parave, do të shkojë te thelbi kësaj historie. Ka që gjykata, duhet t'ja çonte në mund prokurorit. Kjo çështje ishte në prokurinë e Vlorës vite përpara. 4 vjet. 2021 ishte. Dakor, dhe nuk e prekte njeri. Dakor, prokurinë e Vlorës fjeti 2 vjet. Derisa Fredi Beleri bëri kallëzimin dhe tha, jam mbledh 4 veta, kam falsifiku dokumentat, kam përfituar këtë pronën, po ndërtojnë këtë hotelin, do marrin këtë hapësirën. Dakor? Kështu që jetoni të gjithë në bashkëpunim për falsifikim. Hetimi përfundoi në shpërdorim detyrë për kryetarin e bashkisë. Dakor? Në akuzën më të lehtë mundshme. Atëherë kemi një moment tjetër, ikim nga kjo proces është ky tani, të shohim. Në ç'po ndodhë, kemi një tjetër me aferën PSD. Në fakt, ka ndodhur një gjë, si unë dua nëse ndonjëri nga ju është në gjendje të ma shpjegoj, nëpërmjet meje dhe publikut. Gjykata nuk ka pranuar gjykim të shkurtuar për ish drejtorët e bashkisë në Tiranë për aferën PSD. Çfarë ka ndodhur? Dhe mua më duket ky gjykimi në Shqipëri i shkurtuar shumë i pa kuptimt. Dhe pyeta unë, dhe më thanë që nuk është në përbot. Gjykimi i shkurtuar. Por dikur ishte që gjykimi i shkurtuar. Ja, një sekond. Po dhe këtu, dikur, dije për dije, dikur, ishte që pranon fajin dhe bet gjykimi i shkurtuar. Këtu, ti kërkon gjykim i shkurtuar, pa pranuar asgjë, dhe pastaj bet gjykimi dhe në funda i thot njësë të tretën e ullet se ka kërkuar gjykim shkurtuar. Non me faktet dhe provat që ka prokurori dhe nuk kundërshton që ai të bëjë hetimet të tjera. Kështu i kursen para shpenzimeve. Cilat para ti, ajo ka dhënë gjykim shkurtuar. Nuk ka lënë njëri pa i dhënë gjykim shkurtuar më. Dhe shteti në këmbim të këtyre parave të fal disa vite. Tani përveç këtyre të gjithë të tjerëve. Kjo është logjika dhe përdoret në gjitha vendet e botës, jo vetëm në Shqipëri. Po këtu përdoret në mënyrë pa kuptim. Dhe mua ma shpjeguan këtë juristë shumë të kualifikuar. Për fat keq ne nuk kishim thirrur njëri tjetër, por nuk e mund ta mbanim dot për 2 minuta vetëm këtu, po ti ke bërë studime. Tani unë isha në seancë, të drejtën vendimi ditës së sotme ishte surprizë edhe për avokatët. Sepse gjykata doli dhe qëndroi vetëm 5 minuta në sallën e gjyqit dhe tha rrëzojmë kërkesën për gjykim shkurtuar të pandehurve, sepse në akte që është dosja jemi në pamundësi objektive për ta zgjidhur këtë çështje dhe për dhënë një vendim përfundimtar. Pra do të thotë që në ato kushte gjykata me fjalë të thjeshta i tha të pandehurve, por edhe avokatëve, edhe pse një pjesë e madhe e tyre, Redi Molla, Mariglen Qato dhe Taulan Tusha nuk ishin të pranishëm, ishin vetëm disa nga ato që janë në masat leta sigurie, puna vije e tjerë me radhë, tha që unë si gjykat e kam të nevojshme, pavarësisht hetimeve që ka kryer prokuroria, e kam të nevojshme që të dëgjoj dëshmitarët, të ballafaqoj provat, të dëgjoj argumentat e palës mbrojtëse e tjera me radhë, dhe pasi të ballafaqohet dhe bëhet gjithë debati gjyqësor, të arrijë në konkluzionin nëse janë kryer ose jo veprat penale nga ana e të pandehurve. Pra kështu e kuptova unë. Patjetër që bie dakord me ju që shpesh gjykata shqiptare kanë pranuar gjykimin e shkurtuar në momentet parësyeshme. Por unë mendoj që ky ishte rasti duke qenë zoti Rakipi. Afera PSD është një histori e pastër korrupsioni. Zyrtarët e bashkisë kanë krijuar një kompani. Po jemi shumë okej. Jo, po ta sqaroj vetëm një moment. Jo jemi të qartë, po vazhdoj, po jemi të qartë. Prokuroria çfarë kërkoi? Prokuroria ishte, domethënë, prokuroria nuk është se doli kundër gjykimit shkurtuar, është diskrecionin e gjykatës. Prokurori në këtë rast ishte, siç ishin avokatët të çuditur, ishte edhe prokurori, sepse prokurori kërkoi kohë më pas, vazhdonte me provat ose me dëshmitarë. Edhe tha që unë nuk isha përgatitur për këtë vendim, do më thënë që u shprejt çuditur, që gjykata nuk e pranoi gjykimin e shkurtuar. Është një drejtë e cila në fakt i takon gjithëve. I takon gjykatës Tela. Ligja e të gjithëve. Patjetër që i takon. Në këtë rast patjetër pra, po, pala akuzuar, thot, si që keni letrat, ajde për
3 seancat marrojmë historinë. Dhe janë të interesuar që të marrin një gjykim për tenderat dhe ta mbyllin. Mund t'i interesoj kjo gjë, për shkak se redukton kohë e tjera me radhë. Por gjykata të thot me fjalë të thjeshta, zotri, unë nuk të gjykoj dot dhe nuk t'i jap një vendim të drejtë, pa u bërë debati gjyqësor dhe pa dëgjuar të gjithë dëshmitarët, dhe është diskrecioni gjykatës, pa është e drejtë Patjetër, por është vendim, po themi, ligji e ka që do kushte, është ligji pa kuptim. Është pra sepse Tela, në këndvështrim... Çdo kush mund të marrë thot ligji gjykim të shkurtuar. Rasti tipik dhe duke qenë se është diskrecioni gjykatës, ose e drejtë e gjykatës thënë thjesht për opinionin publik, ky është nga ato vendime të ndërmjetme që ankimohet bashkë me vendimin përfundimtar dhe i takon apelit pastaj ta aplikojë ose jo gjykimin e shkurtuar. Me thënë të drejtën, edhe unë po tisha në rastin atyre 3 gjyqtarëve, duke qenë se bëhet fjalë për një dosje voluminoze, për 10 transakcione, për 10 praktika, tendera e të tjera me radhë, para që kanë qarkulluar e ku di unë, pa tjetër që do preferoja të dëgjoja dëshmitar dhe të ballafaqoja provat. Se kjo nesër mund të shkoj edhe në favor të pandehurve. Pra do të thotë që pas një viti kur të përfundoj procesi, gjykata mund të arrijë konkluzionin që 1, 2, 3 ose 4 prej tyre mund të jenë edhe të pafajshëm. Ndaj të pyeta se çfarë pozicioni kishte prokuroria në këtë histori. Prokuroria nuk është se pati pozicion kundër. Prokuroria tha që unë kërkoj kota të paraqes listën e dëshmitarëve dhe të bëj gati provat për t'i paraqitur për gjykimin e zakonshëm. Por çfarë dua të them me këtë? Po, është e vërtetë që ne kemi patur raste që është pranuar gjykimi i shkurtuar për vrasje të rënda. Në rasti konkret ato e kanë çmuar kështu të arsyeshme dhe ky është e drejtë ekskluzive e gjykatës që e vlerëson. Po, është një vendim që ndodh këto dhe se kam dëgjuar më parë. Jo, nuk ka raste patjetër, pafundësisht. Në momentin kur prokuroria dhe pala akuzuar janë dakord, gjykata të dalë kundër të dyve. Dhe dili në këtë konkluzion me qenë se merrni vetëm disa raste kampion. Ka 10 raste të tjera që është refuzuar gjykimi i shkurtuar. Sepse gjyqtarët arrin thotë se është sensitive dhe dua ta gjykoj dhe dua ta shoh duke dëgjuar dëshmitarin dhe duke krijuar bindjen kur unë dëgjoj dëshmitarin, kur dëgjoj debatin gjyqësor, e pyet i pandehuri, e pyet prokurori e tjerë me radhë. Do thua që është në bindjen e gjyqtarit ta pranoj apo jo, pavarësisht se ja një ligji të pandehurit. Absolutisht. Po ligji ja një të pandehurit. Nuk është shkelje kushtetuese. Është shkelje kushtetuese. Nuk është shkelje ligjit. Po tani, këtu mund të thrasë juristin më të jashtëzakonshëm në këtë vend. Jo, do ta thresun, do ta pyes nga inati për këtë gjë. Ore zotri, ja të jap një rast analog. O zotri, të jap një rast analog, more. Drita Ndajti ngrinte pikërisht të pretendim dhe thoshte, unë si i pandehur kam të drejtën të kërkoj gjykim shkurtuar për vrasjen e 4 punëtorëve të policisë. Gjykata i tha jo, nuk ta jap gjykimin e shkurtuar dhe shkoja. Atë rregullon ligjin. Burgimi për jetë penale. Pra, sepse ai nuk thoshte pranë. Është vrasje thotë. Penale në këtë rast është diskrecioni i gjyqtarit. Unë si gjyqtar nuk e jap gjykimin e shkurtuar sepse nuk e zgjidh këtë çështje në. Ti e di më mirë se unë tani për disa krime dhe vepra penale gjykimi i shkurtuar nuk aplikohet. Po, dhe në këtë rast ka gjykuar që për shkak se është pastrim parash, korrupsioni tjera me radhë, nuk jam në gjendje të po kështu gjykoni ju Morgjevi, gjykata ka gjykuar në Gjevi po thot çfarë thot kodi procedurës penale. Po nuk e thot kodi procedurës, nuk përjashton vepra penale. Ligji thot nëse gjyqtari vlerëson që nuk është në kushtet për të dhënë, a është e drejtë e të pandehurit ta kërkoj? Patjetër, çdo i pandehur mund të kërkojë gjykim shkurtuar edhe pa pranuar fajsinë. Thotë që unë pranoj gjykimin e shkurtuar në gjendje që janë aktet pa pranuar fajsinë. Gjykimi i shkurtuar më shkruan që njeriu që shkruan besoj është jurist, nuk mund të refuzohet vetëm në rastin kur ka kërkesë për pavlefshmëri provash. Ky gjykim është idiotësia më e madhe e sistemit të pasvidit 1990. Hajde mbrojë Thyre Dimollën dhe të pandehurit e tjerë se ka avokat. Jo më ta mbroj, ky është në punë vetës që shtetit fare. Po ky kupton këtë gjë që po them dhe unë që shpreh dyshime shumë të mëdha. Ktu shkelet ligji tani, kaq. Ti nuk mund t'i thuash, ty ta pranoj. Po unë nuk e njoh këta njerëz aty që janë këta kanë bërë atë që kanë bërë. Ka edhe të marrin dënimin sa të meritojnë. Tani problemi është ka të drejtë. E di çfarë është koncepti i gjykimit shkurtuar, më tani se duhet të bëjmë leksion juridik. Koncepti i gjykimit shkurtuar është ky, që shteti përfiton kohë dhe nuk ka kosto gjyqësore për të zvarritur një proces. Dhe më thënë edhe ja rras pastaj 1/3 në dënimit ja heq në fund. Sepse kjo përkthehet në kosto, zotri. Si përkthehet në kosto? Dhe ul 1/3 në dënimit më. Po një sekond, more, a do zgjas procesi Redi Mollës, Mariglen Qatos dhe Taulan Kushës dhe tjerë, do zgjasi 3 vjetë.
Kjo është kosto për gjykatën. Pra mirë, dakord, pra, po është... Se duhet masësh... Kjo është njëra anë, kosto për gjykatën, por ajo ligji duhet të sankcionoj qartësisht këtë gjë. Të thotë... është problemi ligjit... Në çrast e bet, por në çrast e bet, pra. Hajde diskutojmë ligjin. Sepse tjetëri thotë, unë 1/3 thotë, pa hyrë akoma në burg, 1/3 thotë unë e kam sigurt. Se kërkoj gjykim shkurtuar dhe bie 1/3. Me terrorizm, me kundër njerëzimit, vrasje e tjera me radhë. Ka dhe një lloj dilli mes prokurorisë dhe të akuzuarit në këtë rast. Se nuk mund shkonte ndryshe çështja me rastin më shkruani ky njeri që shkruan, rastin e tentatës nuk e lejon ligji sepse për veprat penale që dënohen edhe me burgim të përjetshëm, po një minutë pra. Neni 405 i kodit procedurës penale, seanca e gjykimit shkurtuar. Ose po thuaj pra, atëherë, kur i pandehuri apo mbrojtësi me autorizim posaçëm kanë paraqitur kërkesë për gjykim shkurtuar në seancën paraprake, sipas parashikimeve, dhe shkojmë drejt te pika 7, mori ton juristi, kërkesa për gjykim të shkurtuar nuk pranohet nëse i pandehuri apo mbrojtësi i tij ngren pretendime mbi vlefshmërinë e akteve apo papërdorshmërinë e provave të grupuara pandehuri pra jo gjykata. Po i pandehuri pra jo gjykata. Jo vendimin gjykata ka kërkuar. Mor zotri më lër ta mbaroj. Po i pandehuri ka kërkuar të gjykim shkurtuar më. Sa për këtyre personave. Po duro mor zotri ta mbaroj deri. Po çu mbaroj romanin e ligjeve shqiptare do të më tani. S'ka dhe kohë. Se bën debat me mua, kërkoja pas javës të ndryshoj. Po kush më pyet mua për ndryshuar ligjin? Po tani ja po bëjmë debat, tani më lër ta mbaroj debatin. Këtyre personave nuk O zotri, po më lër ta mbaroj more zotri. Një pjesë ligjesh aty si janë ndryshuar këtu. Mbaronin në votoheshin. Kur i zbartnin, i bënin ndryshe. Jorgo Goro që shtiu dënua me gjykim të shkurtuar, pra kjo çështje që po Jorgo Goro me gjykim të shkurtuar. Jorgo Goro mbet, për tjetër s'bet. S'ka paraqit pretendime. Po mirë pra se ikim Klodi se do të hapim një ditë tjetër. Po të lutem prap, do ta lexonin. Jo, po lexove, që nga i gjatë. Po shoqë që nga shumë i gjatë. Ja pra jo shumë i gjatë. Na morëm qaf. Është shumë i gjatë. Jo, na morëm qaf. Shumë i gjatë. Po jo se kemi. Po tani edhe do ta kuptosh, edhe nuk do ta kuptosh. Kemi Jorida Tabakun, një zonjë që vjen dhe deputetet që do të kërkon të bëhet deputete, ka marrë votot e primarëse të gjitha, dhe partia ka vendosur dhe në fjetë perit të shkretën. Se e ka lënë jashtë këtyre, edhe listat të mbyllur, do kemi dhe atë, dhe mos na mërzitet dhe na ikën. E kupton? Kam dhe një tjetër. Pasi do të ta them këtë fjalë, po do ta them. Tu edhe këtë fjali, po e diun. Pa e thënë. Po ti e di që unë po e vura. Unë kam pasi dëgjon parashtrimin e prokurorit, në të njëjtën seancë gjykata vendos pranimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar, kur çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë akte. Dhe gjykata sot tha, unë nuk jam në gjendje ta zgjidh këtë çështje në gjendjen që janë aktet. Pik mbaron këtu. Dhe të dalë juristi mirë shquar në këtë vend, unë do ta grisa të diplomë. Gjykata ka thënë se jam e aftë për gjendjen që janë. Dakor. Atëherë kemi dhe një pyetje tjetër të shkurtër që do të jepni fare shkurt se është më shumti politike. Fatmir Xhafaj zotohet të reformojë drejtësinë tani. Klodi ka folur në Komisionin Antikorrupsion sot dhe tha se do të kontrollohet reforma, dhe si do të kontrollohet reforma në drejtësi. Çfarë dim për këtë komision? Ka thashë theme të shumta, nëse e kemi e paraqitim edhe këtë e fundit është në këtë pjesë. Unë me dy fjali mund të them që ky komision është një tentativë për të vënë nën thundër SPAK-un, sipas meje, e kam thënë edhe vazhdoj të qëndroj të njëjtit mendim, dhe unë nuk kuptoj fare qëndrimin e zotit Xhafaj që nga babai dhe arkitekti reformës tani do të bëhet babai dhe arkitekti i zhbërjes së reformës. Do të thënë zoti Xhafaj na thotë ishte mirë kjo reforma që mund të prishin reformën këta me këtë mënyrë që po bën. Absolutisht po, jo kam dyshime, unë kam provuar këtë gjë. Kjo është tentativë e pasur, po është e provuar, mjafton të shohësh projektigji, mjafton të shohësh drafte që unë i kam lexuar. 700 faqe materiale shumë e thjeshtë. Është kretë që mund të mbyllin reformën tot. Po nuk ka nevojë fare të i vërkyqin SPAK-ut më këta pas zgjedhjeve marrin dhe doktorin. E di si e s'bën. Doktori gati për të mbyllur reformën. Po zotri, e di si e s'bën SPAK-un këta që ta dish shumë thjesht. E di si e s'bën SPAK-un, mjafton ti ndryshoj një dispozitë ligjore se s'dua ti marr kohë zonjës Tabaku, i kërkoj ndjes. Mjafton të zhbëjnë të shfuqizojnë disa dispozita, mbaron historia. Kështu që zoti Xhafaj ta ndaj mendjen dhe thot, ishte mirë ajo që bëri, e çfarë do me bë me këtë tjetrën, se nuk e kuptoj. Tani tela ti që mendon që këta doan të marrin drejtsinë në kontroll apo ta reformojnë më mirë akoma? Tani zoti Xhafaj në radh parë duhet të rizidhet deputet, që është e vështirë sipas meje të marrë një post për deputet. Vështirë kanë gjithë ta, edhe unë edhe jo rritin që kanë tani e ka të vështirë. Po, edhe të tjerë të kanë të vështirë. Se 37 veta edhe DPS-s. Zoti Majko e ka të vështirë. Po, e ka shumë të vështirë. Që i duhet kaloj këtë pengesën një herë dhe pastaj të mendojë se si do t'i shërbej maxhorancës për të ndryshuar maxhorancës pastaj popullatës. Po. Pra,
Ola ti s'kishe gjë në këtë pikë, dhe me thënë, nuk ke dyshime që Spaku do vazhdoj, se kam dhe preqin unë pjesën e dytë dhe aji më thotë, preqizogaj, aji mbron forcë, jo vetëm Spakun, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që thotë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa vjen dhe do të forcojnë punën në Spakun në Shqipëri. Unë mendoj që ka nevoj për... Kam dhe njerëz kompetent të kësaj pune, që dhe kam pjesën e dytë. Për disa ndërhyrje, po jo me prapa s'ken dhe interesa politike për të bërë të shantazhust me institucionet, po pa tjetër tek kompetencat e pa fund që i kanë dhënë Spakut mbi gjykatën, pa tjetër që ka nevoj për balancim më të mirë të pushtetit. Sistemi ka nevoj për reformim, por prokurorin speciale dhe gjykatë. Tani zë që të afrohet pjesën, se do futim publicitet, këtë kaq kishim në Rotich. Të të shikus për pjesën e parë, nuk dim sa ju informon dhe ju thamë, po, me përpjekjen tonë e bemë. Tjetër gjë, ju dini pëstaj, të thoni që, kot, vendosët hapët e ne, plot, ju e dini, faleminderit shumë dhe tani kemi publicitet dhe kthehemi te pjesa politike, ku zënja Rita Tabaku do t'jetë me mua, bashkë me kolegë të tjerë, përjashtohet Ola Xama, i do të riktu se do bëj pyetje të ekonomisë kjo, zonja, se këta kanë marrë që do të bëjnë fare dhe taksat, Partia Demokratike Opozita, në me thënë, nuk do kemi dhe taksa. Bile, po të dinja unë fushat, unë do të hiqnja fare. Taksat e gjitha, po mund të falimenton të shteti për 3-4 ditë. Publicitet rikthehemi.